Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Këdo që kam puthur nuk kam lënë pa stresi degeneron Jozin. Pas daljes nga Bigu, videoa ku Jozi kërkonte stresit ta puthte, trondi rjetin dhe krijoi përshtypjen se mes tyre ishte shuar çdo mosmarrveshje. Megjithatë, gjatë intervistës së fundit, Jozi mohoi që video të lidhet me një raport shoqëror, duke treguar se mes tyre ekzistonte një lidhje tjetër. Ai e përshkroi stresin si një djalë të mirë, por theksoi se gabimet dhe tensionet e krijuara gjatë qëndrimit në shtëpinë e famshme duhej të sqaroheshin. Për më tepër, Jozi komentoi dhe shprehjen e tij të famshme, nuk është mirë me gabu me mu, duke shpjeguar si një paralajmërim për ata që e kanë lënduar. Situata kishte si qëllim vendosjen e drejtësisë për atë që ka ndodhur në të kaluarën, tha Jozi, por reagimi i stresit nuk vonoi. Reperi publikoi në Insta Story një mesazh provokues ku dukej si një thumbi drejt për drejt ndaj Jozit. Këdo që kam puthur në jetë nuk kam lënë pa pra nën kupton pa kryer marrëdhënie. Ndoshta ka shku javë, muj, 2, 3, 4, po përfundimi ka qenë ai. Ky shkëmbim fjalësh tregon se marrëdhënia mes dy figurave të njohur të Bigut mbetet e komplikuar dhe larg paqes së plot, duke mbajtur ende të ndezur debatet dhe komentet në rrjetet sociale. Fansat presin zhvillime të reja mbi këtë konflikt të hapur mes tyre.